Mungesa e furnizimit të rregullt me ujë të pishëm. Rrjedhjet e vazhdueshme nga rrjeti dhe amortizimi i rezervuarit vazhdojnë të jenë ndër shqetësimet kryesore të banorëve të Brajshës. Ata thonë se prej vitesh përballen me të njëjtat probleme, ndërsa ndërhyrjet e institucioneve kanë qenë të pjesshme dhe nuk kanë sjellë një zgjidhje të qëndrueshme. Njëri nga banorët, Muharrem Kallaba, thotë se problemi është denoncuar vazhdimisht, por pavarësisht kërkesave të shumta, gjendja vetëm sa është përkeqësuar. Kallaba shpreh se uji vazhdon të rrjedh pa ndërprerje dhe dëmet janë gjithnjë e më të mëdha. Ka 2 vite si këtë problem na e kemi lajmëruar. Ky ujë vjen domethënë prej bazenit kryesor, Funizan lagje Brajsha. Brenda të 2 viteve, para 1 vitit kanë ardhur dhe kanë marrë masa vetëm një vend si e kanë vënë një shellje atë në cilën nuk e kanë zgjidhur problemin me atë. Uji është duke ecur pa janë dasit, shihet atë, dëmet i shihni edhe vetë si më ka ra media në këtë pjesën to. Muri është një gjendje kritike ka më poshtë. Lajmërimi i fundit ka domethënë 4 muaj si atë. Jo vetëm njëri në cili është kompetent për këtë lagji tonë, por edhe direktorin me foto i kam kënë në zyre, me 5 maj. Edhe nuk kanë marrë masa, kur një farë masash nuk kanë marrë. Cila është përgjigja që kanë dhënë nga ndërmarrja e sjelljes kanalizimit? Nga përgjigja tëne është sa të javë do të vim, nuk kemi fuqi punëtore, nuk kena bageres, jo ishte Ramazan, nuk kena vetëm këtë problem tonë, po kena ma probleme, nuk mund në mu marrë me mërit mi zgjellë tonë të probleme, një ta kanë kënë përgjigjet e tëne. Ta gypa jo më vendosur qysh kur është bo bazeni. Qysh kur është bo bazeni në vitet 1948, në 49, njëta vite janë bo. Po, për çdo vjetë dhe më thonë që është të ishbërthuj ma tepër e ma tepër, si që shihni edhe jone, vetë më thonë që tesh, kja lidhje komplet prej rezervarit, atje në ku është, e deri të kujshia të sala, dhe më thonë që kja është të qitë ujë pa jado. Para 2 mujve a 4, kanë intervenu, vetëm një pjesë atje në e kanë zgjedh një problem, kurse ta probleme tjera kanë najtë të thonë si sa 1 javë, sa 2 javë, nuk kam bageres, na qelë te, sa ki prit, nuk keme prit, kam lajmëru dhe më thonë që i bashkësinë lokale, kryetarin e bashkësisë lokale, para ditje më ka thonë që nuk ka kur një farë problemit marrem, shka da si duhet me të në nëshkru dhe me të përgjith, më ke i to liresh në thërë, mas ditje më nëna kohë dhe më thonë që i dheri sa i shni me rrethin e ti, me stafin e ti, ku dhe më thonë që të zotit i se sa vite bëndë kë mrapshtim lek, jo vetëm në për Brajsh, se kë mrapshtim lek është gjithë komë, po si të mos në Brajsh është një katon shumë specifik, se të më thonë që si është një fjallë popullore, në marë rob nuk du mërzot, në marë rob nuk du mërzot. Mas ditje ma ka këthy përgjigjen, e keni tha ju tha intereset e juja, kur e keni tha keq e ju tha quni aset. Kë, si që shini edhe jone, në vend gjarjen, kë nuk është interes jem, kë është vetëm se ishtë të më bëhë dam mu, a kë është për interesin e komplet lajs. Edhe rahmeti t'i kuj si të më thonë që është mëshilë të është 2 mujdet. Që ose të më thonë që kje bërsi e shohin se ishtë në regull një kështone, unë nuk e sha. Unë nuk e sha. Kanë ardhë mas shkamit atje në kanë bo bazenin, në kanë dëmtu rrugën, duke në thonë si do t'ju këthim gjendjet përbashme. Kanë bo dëm rrugën, është rrugët të i shomë, ka shonë 2 vende. Kuj shis tjetër atje në prepi kanë bo probleme. Rrugën e kanë lënë katastrofë. Deri kur? Deri kur duhet të më thonë që na me mëllgojen. Dora. A ishtë kene në regull, me vujt komplet lagja, me vujt për interesat e 3-4 personave. Me qëfar furnizoni me ujë edhe në shtëpia këtë? Me një këtë, sa me thonë se ka asit ujë, se nuk ka si me pas kur se delë, se kë tub është ma e olë se shtëpia tona, edhe ecen. Ecen derdhat si që shih një vetë, jo në pa kur një farë shfrytëzimit, pa kur një farë, vetëm të i bo dame. Lene damet e mija, kur po do të shojmë damet e populli, si shtu i vujt populli për ujë, si nuk kojnë ujë. Në shekullin 21, një ndërmarje nuk është një gjendje me marë masa minru 300 metra zorë, me e bo një intervenim. Kja është
Kjo është një gjë shumë e pakuptueshme, e papërgjegjshme, pakuni për kur janë votimet. Të sa vite kam bë 56 vjet, në gjithmonë kur kanë qenë votimet kanë nën Brajshë dhe kanë thonë, do t'ju kadisim bazenin, do t'ju kadisim bazenin, do t'ju kadisim bazenin. Direktori i kësaj i ujësjellësit, vetëm për Brajshën ka marrë 260 vota. Ku i ka votat e Rashtisht? A ka meritu ata 260 vota si i ka marrë Brajshë me e bo Brajshëne? Nuk dona me fol vetëm për Brajshën asit. Dona me fol Këronin, rahmetin e dikuj si kanë pi ona malit krejt e kraja Ulqini kanë mush asit. Edhe ai është mëshel. Edhe kryetari i bashkisë lokale më thonë që gjen me kthy mua si të përgjigje mazitje. Për çka ja kanë zgjedhur asit ky popull atë aty. Çfarëdo sjelljet nëse kam bën ndaj tij ose çfarëdo interesi si nëse kam unë ndaj par interesit personal tonë, nuk është në rregull me leju vetin mu sjell ashtu ne. Banorët e Brajshës kërkojnë nga komuna Ulqinit dhe ndërmarrja ujësjellësit dhe kanalizimet që të ndërhyjnë sa më shpejt për rehabilitimin e rezervuarit dhe të gjithë rrjetet të furnizimit me ujë. Edhe banori Adem Shaba thotë se problemet me ujësjellësin nuk janë të reja, por janë pjesë e mungesës së investimeve ndër vite. Bazeni i Brajshës, sa di unë, prej babës tem, prej Axhashmi, ishte ndërtuar në vitin 1948, diku 80 vjet, që ishte baj bazen tash. Ai është 3 metër e gjysmë gjatë, me 2 metër e gjysmë gjanë, vetëm më shumë i matë, nja që ma tepër nuk ka. Për ati bazen, ulen tubat të poshtë edhe vinë në për tokë Kallabajsh, Muharrem Kallaps. Edhe i Sufit, për bazenit. Bazenit është një tunelt. Ta tuba që vinë për bazenit, ta janë dvume qysh në kohën kur është ndërtu bazeni. Ta tuba janë të 80 vjetë, pa bëhet që janë dvume. Kërkush nuk ka marrë kur farë vendimit dhe i herë minruta, qërë që janë bo. Të janë bo qesin zotë të dinë sa vende. Vjetë ka qitë një atje. I konë regullu, të është qetë të krejtë, ishtë bo të vojhalli. Marë adi 80 vjetë të s'ka përko kush gjë. Ujin për lagjet teme, du me full, që jena të poshtë, Shabaj edhe Lukaj bashkë. Ujin para 30 vjetëve me letër e kam. Me letër që e kam marrë, në konë leju tanë për tokë tyne medal, Muharremi i Sufit tanë, baba i tyne Hajdari, në ka leju me gjithë se ka pas presion prej poplit që mas me lalon neve medal të pani, vetëm me prit kur binde i shinja dhe i sanë, po, na kena marrë ujin me hargjimet tona, me pare tona, me financim ton, me qilë kanalin vetë tona, kena marrë prej në bazen, e kena ullë dere të Dugaja, në që se dini ku ishtë Dugaja Brejsh. Dere aty, për lagjen tonë kena marrë vetë, me pare tona, me montim tonë, kena pagu njerë që me montu, prej në të kohë, para 30 vjetëve, as një kamion nuk ma ka dhonë me marrë pas dritë të ngrajsh, e ka marrë të Jako, i ka thonë Jako ati, edhe më ka thonë merë materialin, më ka thonë Jakoja, kur t'i bojnë zotë e rrisë paret, mi bjerë, se s'kon pas njerës pare, po më ka prit bela 3-4 muj për pare, që me aqu paret, kam shku marrë materialin, kam shku ka kënë Gjemal Perovici, drejtor general në të kohë, edhe Gjemal Dervishi, ka kënë drejtori i vodovodit. A keni me madhoni kamion që me qu materialin dhere në lagjet teme në Brejsh, nuk kena adem. Be që Luka pas Rahmet Kadek, ka pas një kamion të math, ka arë me kamion ti, kena marrë materialin edhe e kena prunë. Da me thonë që në tonë në shpenzimet i kena bo vetë, pare kërkojnë për nesh, mas me pagu paret, ju konë zune për pensiona, në për roga, në për gjana, ju konë marrë një kushinit tem tesh, i s'ka shumë, i ka pas një 600 euro në bankë që ja ka njës dikush, ja konë marrë. Ujë s'kena, paret i kërkojnë, investime s'ka kur gjë. Si mund të paguhet një fatur kur ju furnizoni nga bazeni edhe shumicën e kohës nuk keni ujë? S'kena ujë, nuk kena ujë. E dina ta mirë që nuk kena ujë. Si e sjellin atë faturën? Nuk di, fakturën e bjene, lene ato, me thonë puntare, si me thonë. Masin? E dina ta 2 vetë sa argjojnë, e shkruin sa marapun, ose 4 vetë jenë shpi, për 4 vetë ose për 6 vetë edhe marapun. Ata e bojnë fakturën e tyne, e kryin ata të paslat. A pse nuk ke ujë ti, s'ka në ta problem. Sa herë kam kenu nërta u, kam thonë që për pun të ujë s'kena ujë. S'ka, zamanin kërkosh për gjë.
Që, s'ka si më ardhë uji. Kur del uji ka nelt. Si ka më ardhë, ne? S'ka si më ardhë. Ja. Një aty është bazeni. Një aty është bazeni, kreti të nelt. Peja të nelt, ullet të poshtë, një këtë tubë. Tubacion, një këtë. Një këtë, që është ba bazeni, ishte i vumi këtë para 80 vjetëve. Që, një aty nelt. Nuk di se ku është bazeni, s'ka kanë kërkosh atje nelt. Vetëm unë. S'ka kanë kërkosh atje. Ja. 1000%, s'ka shkukush mi po. Ja, zdinë ku është bazani, të është 40-50 vjetë. S'ka shkukush me po, vetëm me të njës fakturët të shpia. Një përshëndetje shumë të gëzuar për kryetarin, për zëvendës kryetarit, për udhëheqësit e komunës Tolqinit, ndaj ndërtimit bazenit Brajshës. Një, bazeni i Brajshës, bazen Brajshët, nuk është ai Brajsh, është bazeni i biznesmenash, i tradhtarëve, i votash, i udhëheqës të mësuara me vite. Po pse e tham këtë fjalë, bazeni ndërtohet midis rrugët, uji derdhet nëpër megja, burimi është më e malit, bazeni i Brajshës. Ky bazeni i tradhtisë, si urman zotni kryetar, zëvendës kryetar, bashkisë lokale, të gjithë së bashkut, shumë faleminderit për udhëheqjen e juaj, i gëzofshi votat që i keni marrë, inshallah i dëshironi mi marrë herën tjetër. Ditën e mirë e shumë gëzime në udhëheqjen e juaj, me kuptimin e juaj, për krahjen e juaj, halal e nderim. Sipas banorëve, bëhet fjalë për një problem që zgjat prej shumë dekadash dhe që po shkakton dëme materiale. Humbje të ujit të pishëm dhe vështirësi të përditshme për banorët, ata kërkojnë që premtimet të zëvendësohen me investime konkrete, në mënyrë që Brajsha të ketë një sistem furnizimi me ujë të denjë për kohën.